Pas tensioneve politike dhe pezullimit të financimeve nga BE-ja në qershor 2023, Komisioni Evropian njoftoi këtë javë heqjen e të gjitha masave ndëshkuese ndaj Kosovës, duke rihapur rrugën për ndihmën financiare të pezulluar dhe duke planifikuar riangazhim të plotë me autoritetet kosovare. Ky vendim vjen pas një periudhe të gjatë ngërçi politik dhe ndikoi në procesin e integrimit dhe realizimin e reformave të pritshme nga vendet kandidate. Gjatë debatit mbi raportin për Kosovën në Parlamentin Evropian, përfaqësuesi i Komisionit Evropian konfirmoi se masa e pezullimit të ndihmës financiare është hequr dhe se KE-ja do të rikthejë mbështetjen aktive për autoritetet kosovare, duke i ndihmuar ato që të rifillojnë proceset reformuese dhe të mbështesin rrugën drejt anëtarësimit në BE. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit të përhershëm për të garantuar stabilitetin institucional. Raportuesi Rio Teras nënvizoi se paraliza politike vitit 2025 kishte ngadalësuar ndjeshmën për parimin e reformave dhe procesin integrues, duke penguar realizimin e pritshmërive të komunitetit ndërkombëtar, ndërkohë marrëveshja mbi zbatimin e ligjit për të huajt e përmendur nga Ann Campaign nga Shërbimi i Jashtëm Evropian pritet i mundsoj komunitetit serb të Kosovës të jetojë, studiojë dhe punojë ligjërisht, duke rregulluar rezultate konkrete të dialogut përmes Prishtinës dhe Brukselit.